Në pikën kufitare Tabanovës, ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, gjeu vërejtën kolona me shoferë të huaj që pristin të paguanin gjobat për kundërvajtje në komunikacion të regjistruara nga kamerat e sistemit Qyteti i Sigurt. Turp, çfarë po bëjnë maqedonasit, ishte vetëm një nga komentet e shumta në rrjetet sociale pas zbatimit të sistemit, edhe për të huajt, gjë që shkaktoi kaos të madh në dalje nga vendi. Qyteti i Sigurt shkaktoi kolona kilometrike para Tabanovësit, kryesisht me persona që po ktheheshin nga pushimet në Greqi dhe që gjatë kalimit nëpër Maqedoninë e Veriut kishin kryer kundërvajtje në komunikacion, ndaj në dalje duhej të paguanin gjobën. Gjoba për kundërvajtjet e kryera po shqiptohen që nga muaji i shkurt. Pothuajse çdo automjet i dytë duhej të paguante gjobë, thuhet në një tjetër koment. Sipas qytetarëve serb, u krijua një tullovi aq e madhe saqë të gjitha automjetet nuk mund të vendoseshin në zonën ndërmjet pikave kufitare. Janë prononcuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas MPB-s, në vendkalimin kufitar Tabanovës gjatë daljes nga shteti shfaqen automjetet të cilës sistemi i ka evidentuar më herët kundërvajtjet rrugore. Drejtuesit njoftohen se është evidentuar kundërvajtje dhe u lëshohet proces verbal për kundërvajtjen rrugore së bashku me urdhër pagesën për kundërvajtje, me mundësi që gjobën ta paguajë në përputhje me procedurën ligjore. Numri më i madh i automjeteve që shfaqen dje në pikën kufitare është për shkak se kjo është dita e parë e zbatimit të këtij mekanizmi, ku përfshihen edhe kundërvajtjet e evidentuara më herët. Ministria e Punëve të Brendshme po ndërmerr aktivitete për zhvillimin e papenguar të procedurës dhe për zvogëlimin e kohës së pritjes së udhëtarëve. Me vendosjen e këtij mekanizmi sigurohet qasje e barabartë dhe jo diskriminuese në sanksionimin e kundërvajtjeve rrugore, pavarësisht nëse bëhet fjalë për automjete me targa vendore apo të huaja. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski së fundmi theksoi se Qyteti i Sigurt do t'i sanksionojë të gjithë shoferët që shkelin rregullat e komunikacionit në segmentet e mbuluara me kamera. Mesazhi është i qartë: kushdo që vozit me shpejtësi të madhe nëpër Maqedoninë e Veriut, gjoba mund ta pres pikërisht në kufi. Sipas autoriteteve të vendit, sanksionimet eventuale të makinave me targa të huaja fillimisht do të nisin të aplikohen në vendkalimin në Tabanovës, kurse më vonë edhe në vendkalime tjera kufitare.